Kjo është problemi, në prokurorin e posaçme punohet vetëm për statistika dhe nuk I intereson njeriu, ka prova, s'ka prova, çfarë prova ka, ata thonë jemi ne, do vendosim ne, do bëjmë ne çfarë do duam. Edhe kjo është e rëndë, sepse kanë gjetur edhe disa gjyqtarë aty, të cilët noterizojnë ato përgjimet Sky të marra nga mënyrë jo formale nga prokuroria e posaçme. Madomendja që I shkruajnë oficerët vetë. Pra, oficerët shkruajnë ato transkriptet aty dhe ti çojnë cilësinë e provës. Dhe ti s'ke fuqi ti kundërshtosh ose s'ke mënyrë sepse s'ke gjyqtar. Se të kishe një gjyqtar me integritet në gjykatën e posaçme, do të shikojë që s'do kishte prova më në dosje. Kështu që kur noterizojnë njëri tjetrin dhe kur e shikon një qytetar që marrësh I dënimit, është 20 vjet dhe kur shikon një gjyqtar që ai do noterizojë provat, atëherë do pranojë gjykimin e shkurtuar, nuk do kundërshton as provat më. Pavarësisht se gjykata I ka vetë detyrë ti shikoj përdorshmërinë, papërdorshmërinë apo edhe pavlefshmërinë. Po kush I ke parë një konstatim pavlefshëm absolut bërë një gjyqtar I Republikës së Shqipërisë, asnjëri. Nuk I bën sepse s'u intereson. Mbrojnë njëri tjetrin. Dhe atë që unë kam thënë gjithmonë, prokurorë e gjyqtarë janë bërë bashkë si një band në sistemin e drejtësisë që janë kundër qytetarit, kundër drejtësisë. Dhe unë mendoj që një ditë të gjitha këto vendimarrje abuzive do t'i bjerin kokës, sepse duhet që për çdo lloj vendimarrje që I shfuqizohet një gjyqtari do të ketë përgjegjësi. Po kush do t'i japë këtë përgjegjësi? Artur Metani që flet gjumë? Artur Metani po bën 7 vjet aktualisht, s'ka marrë një vetëm atë Keleta Hoxhën që u arrestuan nga prokuroria e posaçme, atë diun ta ketë çuar për masë disiplinore dhe pajtime fetau një antare të një bande kriminale në Elbasani uli 20% pagën. Pra, kaq ka bërë Artur Metani me 10 këshilltar, me qindra punonjës, ku janë rezultatet e sistemit drejtësisë, që ne shikojmë shumë mirë, edhe media për mendimin tim ka faj, sepse ata gazetarë që rrinë aty, që bëjnë propagandën e SPAK-ut, do të pyesin qytetarët, a janë të kënaqur nga ky sistemi i drejtësisë aktuale? Mendoj se jo. Po SPAK-u arrin deri në 70% të mbështetjes popullore në sondazh. Po, e arriti me propagandë, jo me rezultate. Po të pyesësh njerëzit që përballen me padrejtësitë e asaj prokurorie, janë uluritse. Edhe prandaj them që këtu nuk duhet bërë propagandë, duhet bërë kritik kundër padrejtësive që bëhet, se vetëm kështu bëhet drejtësia. Nuk bëhet drejtësia dalin e shikoj tha prokurori dhe prokurori ka drejtë. S'ka të drejtë prokurori në çdo rast. Gjykata kontrollohet. Prandaj kanë lënë deri në gjykatën europiane të drejtësisë, të gjitha shkallët deri atëherë një person ka premisa për tu quajtur I pafaq. Me qartë. Mirë. Të ndalim se unë kam përshtypjen dhe ju Langozi, ka një gjë për shembull në komunikimin që bëjmë me ju në emision, unë vlerësoj shumë mënyrën se si ju keni qasjen kritikës bashku me Karanxhën dhe qytetarët duhet ta kuptojnë që askush për ju dyve dhe këtë marr përsipër ta themun që nuk keni asgjë personale me askënd që përmendni, por thjesht keni një lloj kritike pozitiviste ndaj sistemit për ta çuar atë drejt një patjetër, për ta çuar drejt një standardi le të themi që do përshtatej me të drejtat e qytetarit thjesht. Lidhe me këtë dhe diçka shkurt. Orën tonë ndërkombëtar. Nuk e shohin hallet e popullit shqiptar. Nuk e shohin që s'ka drejtësi më. S'ka më nuk po marrin njerëzit më drejtësi. Nëse më përpara për 2 vjet marroshin gjyqet, sot janë vite. Po ende shqiptarët s'po marrin drejtësi. Pa kjo nuk del me asnjë raport. Dhe çka na vën dyshim që ndërkombëtarët po justifikojnë paratë e tyre që kanë marrë. Marrin nga 35.000 euro në muj rrog këtu. Dhe nuk si ta justifikojnë Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe çfarë bëjnë? Bëjnë raporte falso, gënjejnë, mashtrojnë. Ata gënjejnë për gjendjen reale të drejtësisë në Shqipëri. Sot që po flet të vërtetën, janë disa kongresmen republikan amerikan, të cilët në Kongresin Amerikan kanë thënë qartë, Shqipëria shkatru sistemi drejtësisë, kurse këta ndërkombëtar, cilët kanë marrë rrogat, këta mundohen ta justifikojnë. Në asnjë raport Bashkimit Evropian nuk del shkatrimi i sistemit të drejtësisë, që qytetarët s'po marrin më drejtësi. Me asnjë raport dhe qëllimisht bëhet devijohet tek SPAK-u. Për mua nuk shoh një problem më të rasti Belinda Ballukut. Është çështja, nuk u lejua arresti, por çështja po ecën. Po gjyqjet e shqiptarëve të tjerë, pse nuk dalin këto? Ato e devijojnë qëllimisht vëmendjen në mënyrë që e ka fajin qeveria që nuk I dha imunitetin. Po mirë ti hetohet, çohet çështën në gjyq, ndryshoj akuzën, çohet. Çfarë problemi ka? Po qytetarët që s'po kanë drejtësi. Po gjykata e apelit që nuk funksionon. Ju jeni në dieni që
edhe sekretari i shoqatës media dhe drejtësi ka marrë një përgjigje nga gjykata e apelit që nuk funksionon gjykata e apelit. Gjyqtarët kanë nga 1700 dosje në dorë. 1700 si mund të zgjidhen? Pra dalin te raporti, pra tregojnë që ndërkombëtarët nuk kanë hall sistemin e drejtësisë, nuk kanë hall hallet e popullit shqiptar. Por halli i tyre është justifikimi i parave që kanë marrë rrogave. 35.000 euro në muaj marrin. I marrin i fusin në xhep për 10 vjet bëjë llogarin 35.000 euro. 10 muaj i bi 350.000 euro, 400 për 10 vjet, një ndërkombëtar ka marrë 4 milion euro i ka futur në xhep. 4 milion euro për 10 vjet. Sikur dhe me drogë të merresh, nuk i bë këto para. Dhe ata janë të detyruar të justifikojnë. Dhe çfarë thonë? Nuk është dhënë autorizimi, ky është problem. Nuk është ai problemi. Problemi është se kanë shkatruar këta ndërkombëtar sistemin e drejtësisë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhe ne kemi detyrimin para qytetarëve shqiptar t'i themi, pse është shkatruar sistemi i drejtësisë? Pse u mashtru populli shqiptar? Se jemi të mashtruar. Sot s'bo do t'i gjyq. Si ta marrësh një gjyq? Një ndarje shko 5 vjet. Edhe tash vjen këtu dhe na mashtrojnë. Pra, edhe mediat, po thua që s'ndash dot as nga gruaja. Po s'ndash dot as nga gruaja dhe s'ke ku të shkosh. S'ke ku të shkosh, sepse gjykatën ja kanë larguar qytetarët dhe me shqiptarët ta potallen. Potallen atë. Potallen nuk ka pyet asnjë nga ndërkombëtarët për hallet e shqiptarëve, por gjithçka shohin politikat e veta, xhepat e vet, që t'i mushin xhepat sa më shumë. Por kjo është një gabim, këta duhet të bëhet analiza, të dihet pse është shkatruar sistemi, kanë shkatruar sistemin e drejtësisë. Dhe unë e quaj të qëllimshme devijimi i vëmendjes dhe ta çosh këtu. Duhet marrin përgjegjësitë dhe çfarë bën? Dhe përgjegjësia duhet përgjegjësi politike. E shkatrove po. Merru me godinat e reja tash, të bëhen godinat e reja, transporti i qytetarëve që të kenë gjyq, të kenë akses në drejtësi, lejen gjyqjet të jenë 5 muaj. Pse? Shkatrove sistemin e drejtësisë. E mashtrove. Pra, kongresmeni amerikan, republikan thatë të vërtetën, të merremi me Shqipërinë se është shkatruar sistemi i drejtësisë. Pra, këto janë zëra të shkëputur, po duhet zëri medias që ta ngrejë këto probleme. Media duhet shkojnë te gjykata e apelit. Ti shofi bodrumet që janë mush me dosje plot dhe qytetarët që vuajnë. Sepse drejtësia nuk është spaku. Spaku është 2% e çështjeve. Por këta LBT të dali lana aty tek po dali lana ikën dosjet. Ndërkohë edhe nga pikpamja praktike, këto për mu kanë bë një mashtrim shumë të madh popullit shqiptar. Dhe po vazhdojnë me këtë mashtrim. Domethënë, po mashtrojnë me teorinë, mos e shikoni gotën gjysmë bosh, pasi mos shih vetëm pjesën bosh, por shih plot. Unë s'po shoh plot fare. Tu s'ke drejtësi mo, ka ik drejtësia çfarë themin ne? Për lesh bubi. E qartë, ka probleme shumë ky vend. Shumë probleme ka ky vend dhe unë duhet të ndalem. Ka probleme ande, po një vend kaq i vogël sa jemi ne dhe nuk rregullohet, është organizimi ai që çalon. Vullneti. Edhe vullneti. Vullneti çon të organizimin dhe organizimi sjell pasoja pozitive. Çështja tjetër ku ndodhet të ndalesha me Llangozën dhe me Karanxhën bëhet fjalë për një tjetër front goditje, cilën e ka hapur Velia, ka ngritur kallëzim ndaj 2 kallëzuesve anonim. Nesti Angoni dhe Nasta, nuk e di se si e kishte mbiemrin ajo Karanxha, tani nuk e kujtoj dot. Nasta Pëllumbi. Sipas tij këto nuk janë kallëzues, le të themi anonim, po janë simulim, thot ai, i kallëzuesve real. Më kaloj me sikën e regjia dhe kthehem për diskutim. Mirë, siç e thash, ky kallëzim ndaj 2 kallëzuesve, çfarë do të thot Llangozi? Se do të kujtoj që Velia ka disa fronte të hapura në cilën po godet, le të themi, të gjithë procedurën ndaj tij, nuk po merret me faktet, me gjërat. Ka hapur, le të themi, luftë ndaj Olës Dados, prokurorit çështjes. Në anën tjetër, po ashtu ka bërë tashmë kallëzimin e fundit, e një sër të tjerësh edhe me studiot ligjore në Angli dhe në Amerikë. Unë e shoh kallëzimin që ka bërë zoti Veliej, nuk ka se të vatë shoh gjikundi, për arsye sepse hetimi, pavarësisht se është dhënë informacionin nga 2 informatorë të REM, por është regjistruar kryesisht dhe ndjekur kryesisht nga prokuria e posaçme.
mendoj që duhet të fokusohemi te provat, te panshmëria e prokurorëve që kanë ndjekur çështjen, te mënyra e marrjes së çështjes nga prokurorët e posaçëm dhe ana komplet formale ligjore. Në rastin aktual, me të drejtë mendoj që kanë ngritur problemin ndaj Olsdados, i cili sipas tij pretendon se është zgjedhur në mënyrë të padrejtë në këtë prokurori, sepse verifikimet e kryera nga ana e vettingut nuk kanë qenë të duhura dhe vetë dhe Bamir Topi në një dalje televizive pranoi që elementët që nuk ka qenë e drejtë emërimi i zotit Dado në cilësinë e prokurorit, por nga ana tjetër deklaroi se nuk është përgjegjësia e tij, po është përgjegjësia e ish prokurores së atëhershme Ina Rama. Pra nëse ne do t'i referohemi për zgjedhjes së këtij prokurori në prokurorinë e posaçme, duhet parë komplet mënyra se si është përzgjedhur edhe nga KLP-ja, sepse nëse ne do t'i referohemi konkurimit tyre, ka qenë i drejtë, i padrejtë, mënyra dhe kush ishin prokuror të tjerë të cilët plotësonin kriteret. Pra, nëse ne do t'i referohemi mënyrës përzgjedhjes tij, unë mendoj që zoti Velia ka gjithë të drejtën për ta verifikuar dhe mendoj që edhe gjykata duhet t'japi drejtësi nëse një prokuror ka plotësuar kriteret për të qenë i tillë apo jo. Vlerësohet që çdo qytetar i Republikës ka të drejtë të kontrollojë mënyrën se si është përzgjedhur një prokuror, sepse sot po hetohen nga patronazhistë, nga njerëz pa integritet, nga njerëz që ka shumë prokuror të cilët nuk kanë kaluar dhe testet psikologjike në shkollën e magjistraturës dhe sot marrin titullin prokuror dhe vazhdojnë hetimin ndaj qytetarëve me një rrezikshmëri shumë të lartë, sepse një person me testet psikologjike? Po patjetër. Në çdo në shumë raste që un kam ndjeni, shumë prokuror apo gjyqtar kanë qenë me probleme të shëndetit mendor. Janë konstatuar nga shkolla e magjistraturës, po sërish janë anashkaluar, nuk janë bërë publike dhe janë emëruar prokurorë gjyqtar. Pra, unë mendoj që një qytetar, jo vetëm kaq, po ka të drejtë të kërkojë testin psikologjik një prokurori, një gjyqtari. A është i aftë mendërisht për të kryer hetime ky gjyqtar apo prokuror? A është ky prokuror në gjendje që të mos shantazhojë, sepse ne kemi parë shantazhe, të mos harrojmë Ulan Bajrami u troj zvarr në prokurorinë e Elbasanit. Vetëm se foli, tha që unë do ndjek çështjen u kap nga i prokuror dhe prokurori që ndiqte vinte ndikonte te gjykata në mënyrë pa drejtë. Pra, edhe jo vetëm ky, edhe u publikua më pas nëpër media që ky prokurori kishte edhe probleme shëndetit mendor nëpër media. Pra, të gjitha këto unë mendoj që prokurorët dhe gjyqtarët duhet të kalojnë një test psikologjik, sepse është e rëndë që një prokuror të jetë me probleme të shëndetit mendor dhe të jetë në atë vend. Nëse do ishte një qytetar i rëndom të rasti i atij antarit KLP-s Olger Eminaj që kryet ato veprime në zyrat e Republikës së Shqipërisë, zoti Karanja e di më mirë se ka qenë prokuror. Gjë e parë do ishte caktuar grup ekspertësh nëse është në gjendje të mirë shëndetësore apo jo, se këto veprime nuk të çojnë te një person që është i mirë në gjendje shëndetësore. Pra, ne e shikojmë parim si kritik, pra që shikoj çka ka bërë ai. Po ai mund të jetë me meta mendore që ka bërë ato veprime. Dhe mendoj që duhet kalojnë ta disa filtra psikologjik, sepse nuk mund të jenë aty duke kryer veprime të turpshme për zyrat e shtetit dhe themin që është normale. Pra, unë mendoj që ky prokuror apo këta gjyqtar janë në kushte anormale dhe duhet shikohet, vlerësohet ose më saktë duhet bëhen publike nga shkolla e magjistraturës komplet testi psikologjik i tyre. Sepse shumë prokurorë dhe gjyqtar janë me pika të kuqe dhe zoti Karanja di shumë mirë se ç'do të thotë. Pra, kur ke pikë të kuqe në testet psikologjike dhe psiqike, do të thotë që je për te pesa. Nuk je për prokuror. Kështu që unë vlerësoj, jo vetëm në ana e përzgjedhjes, po duhet shikuar edhe kjo, si mund t'i çoj mesazh gruas Erion Veliajt në orën 12 natës një prokuror, që nesër të presun në zyrë. Pra duhen parë dhe këto, që mos ka ndonjë problem shëndetësor. Pra unë mendoj që jo vetëm kaq, po duhet zgjeruar mënyra ose një prokuror kur gënjen para gjykatës. Si është e mundur që një prokuror gënjen? Pra mos ka probleme, duhen kontrolluar këto të gjitha.
Kështu që mendoj që ky proces i zoti Veliaj ka hapur, është i drejtë dhe vlerësoj dhe i inkurajoj të gjithë qytetarët që kanë probleme të tilla të drejtohen institucioneve, të kenë besim te drejtësia, se me vërtet kjo shkallës parë nuk mund ta japi, po do shkojnë në Strasburg Olsdato. Kështu do përballet me këtë fakt. Se ne me vërtet mund ta argëzojë gjyqtarja aty se e shantazhohet, ai vjen një përgjim aty na mbrapa, do trembet ai dhe hajt mirupafshim. Po kur vej më lart, çfarë do bëhet? Kur shkojnë në gjykatë Strasburgut, çfarë do veprohet? Si do veprohet? Pra, kjo është ajo që unë mendoj që edhe me gjithë të konflikt që është sajuar, ose më saktë që është midis Olsdatos edhe Erion Veliaj, duhet kështë edhe dorëheqje. Sepse tashmë ka një konflikt të hapur, rrin 30 media shikojnë konfliktin si zihet Erion Veliaj me Olsdato në gjykatë. Dhe unë vlerësoj që kjo është një shkak për heqje dorë nga prokurori te çështja e zotit Veliaj. Nuk mund një prokuror ta marrë personale çështjen. E qartë, dhe ne si media, dhe ne si media sigurisht jemi detyruar domethënë për të diskutuar këtë çështje dhe mënyrën se si dikush i cili është i akuzuar në rastin konkret siç është Erion Veliaj ka hapur disa fronte goditje ndaj procedurës dhe jo ndaj provave të cilat gjykata prokuroria mendon se ka gjetur kundër tij, por mënyra se si po zhvillohet i gjithë gjyqi dhe duket sikur her pas here vendos në pozita të vështira Spakun. Çfarë mendoni tani? Kallëzim ndaj kallëzuesve? Andi, ne duket personi që ka bërë letrën anonimate personi, ka gjetë dy emri, Nesti dhe Nasta. Nesti dhe Nasta, po. Nesti dhe Nasta, mos është një dorë. Pra, është një dorë, njërë ka bon me Nestin e në parë, ka njës dhe Nasta e në dytë se kam bledhe, dhe më thonë e kanë darë. Dhe nga kjo e dhënë, dhe duke u nisur nga forma, sepse nuk është si dzing, si të thush, dy herë anonim. Pra, tregon që është një dorë, sepse mund të kesh një person me emër. Që është një dorë, nuk diskutohet. Aty është një dorë dhe nuk diskutohet. I gjithë diskutimi që bëhet në ambientet e parë është burr apo gru. Pra, është burr apo gru. Nesti. Është burr apo gru. Me pikpyetje se ka parë edhe si gru dhe si burr. Nesti Nasta mendoj që diskutimet më shumë janë anon nga ana e grus. Por nuk, domethënë mund të jetë dhe burr, por më shumë anon nga ana e gruas. Dhe këta kanë, por kryesorja kush është? Nesti dhe Nasta është një person pranë Erion Velis, që ja di shumë mirë atë ku ka lëviz, si ka lëviz, dhe është një person me pushtet. Nuk është nga opozita, theksoj nuk është nga opozita, sepse dhënat janë hyrjet dhe daljet jashtë territorit të Republikës Shqipërisë janë bërë nga persona që janë në pushtet. Pra, Partia Socialiste ka qenë vitin 2013 në pushtet. Pra, ka 13 vjet, domethënë që është në pushtet. Atëherë këto dhëna janë nxjerrë nga një person i afërm i Erion Velis. Pra, ai ndoshta duhet ta di kush është Nesti Nasta, por do kishte vlerë për hetimin sepse duhet zbulonte motivet pse ka ndodhur kjo. Pra, duke pas motivet, ndoshta ky Nesti ka bërë vetë, ose Nasta ka bërë vetë në një vepër penale. Kjo ishte në kuadrin e zbulimit djegës penale. Ndërsa, për sa i përket dhënave, këto janë verifikuar. Pa janë verifikuar dhe ka dalë këtu ku... Kallëzimi mund të regjistrohet, pra se ne mund të regjistrohet. Mund të regjistrohet sepse jep dhëna. Tani, i gjithë diskutimi është që regjistrohet kryesisht, që kemi një dhe ti verifikojmë, ti marrim provat, kur s'ka gjë, e pushojmë çështën, s'ka asnjë problem. Por gjithçka duhet bërë sipas kur gjenden prova dhe pse kallëzuesi është anonim, hetimi vazhdon. Po, të dhënat janë të sakta. Por tash diskutimi ku është? A është bërë dhe me raste të tjera me letra anonime? Kjo është një pikë pyetje. Dhe me raste të tjera, çfarë qëndrimi krahasues është mbajtur ose qëndrimi tjetër krahasues, Erion Veliaj me një bashkëpunëtar tjetër, është hetu kaq shumë. Pra, siç jemi ndjeni, është bërë një hetim i, gati, si veting. Çdo gjë që ka qarkulluar veprimtari financiare, Erion Veliaj është kontrolluar. Pra, janë kontrolluar dhe bashkëpunëtarë tjerë që janë kontrolluar në lidhje me këtë rast. Dhe kjo çështje është diçka, është si kuic, është burr apo grua, ka bërë shumë... Ju e thatë që mund të anë nga gruaja, unë mund të anë nga gruaja, Nasta. Nuk është Nesti, po është Nasta. Dhe mendoj që është Nasta. Unë mendoj. Tani, ka shanse Veliaj që në gjitha këto goditje të ketë gjetur një hapësirë bosh aty që ka goditur në shenjë. Sepse realisht po e godet, domethënë procedurën po godet. Nuk po merret fare me se çfarë provash kanë gjetur
prokurorët kundër tij, po merret me çdo gjë procedurale të mundshme. Tashi, duhet kemi në konsiderat që çdo qytetar shqiptar ka drejt për proces të rregullt ligjor. Duke filluar nga Sali Berisha, Ilir Meta, duke përfshirë dhe Erion Velin. Erion Velia do ngrit pretendimet. Si prokurori dhe gjyqtari duhet të jetë i formuar sipas ligjit. Pra ti je prokuror, duhet të respektosh një ligj të Republikës Shqipërisë. Kjo është i detyruar për gjithë. Në rast se nuk respektohet ligji, quhet shkelje flagrante e procedurës, sepse e dëmton hetimin apo pastaj?